Në Durrës është zhvilluar kampionati kombëtar i ngjitjes sportive me pjesëmarrjen e nxënësve dhe të rinjve nga qytete të ndryshme të vendit. Presidenti i Federatës Shqiptare të Alpinizmit dhe Turizmit Malor, Artur Guni, u shpreh se megjithëse është një kampionat kombëtar, pjesëmarrës janë dy federata. Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor, si dhe bishkëtarët e ngjitjes sportive të Kosovës. Vlen për të përmendur sidomos pjesëmarrjet e rinjve, dhe kjo gjë në fakt na gëzon dhe ne shpresoj që ky sport shumë shpejt, sepse do të arrijë të ketë dhe ritarët e vet, sepse është një sport olimpik, do ta themi. Fidan Abazi nga Kosova u shpreh. Kjo është një mundësi e mirë për gjithë ata që dojnë ngjitjen sportive, që të tregojnë kualitetet e tyre dhe të sfidojnë veten në një mur të ngjitjes të këtij lloji. Është privilegj me pas një mur tillë siç e ka Shqipëria. Të rinj pjesëmarrës thanë se kanë pasion këtë sport, i cili nuk është thjesht dhe vetëm një sfidë, por edhe një mundësi argëtimi. Disa prej tyre pretendojnë të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare në të ardhmen. Përshëndetje, unë quhem Kledi Sandallo, vim nga qyteti i Elbasanit. Për mua kjo ishte eksperiencë e parë, jam marrë me sportet ndryshme dhe i them gjithë të rinjve që çfarë i vjen në jetë ta provojnë, sepse koha kalon shumë shpejt dhe nuk fal. Ngjitja sportive e njohur edhe si sporti i kacavarjes po merr zhvillim të vrullshëm në Shqipëri vitet e fundit. Aktiviteti u zhvillua në murin e ndërtuar Enkas për sporte të tilla në Eco Park në Porto Romano të Durrësit, i cili për momentin është më i larti për ngjitje sportive në Ballkan.